Fillimisht përshëndetje për ty Rinesa dhe për të gjithë shikuesit e TV1. Nesër pra me fillim nga ora 7 në mëngjes, qytetarët e Kosovës do ta kenë mundësi për ta përcaktuar se kush do të udhëheqë me komunat e tyre për kace, pra për një mandat 4 vjeçar dhe komuna më e madhe që ne do ta mbulojmë nesër së bashku me operatorin Ronald Golli është kryeqyteti, pra Prishtina. Për betejën e Prishtinës do të garojnë 10 kandidat, pra do të jetë një betejë shumë e fortë mes tyre, siç ka qenë rëndom edhe në vitet e kaluara ku janë ngaruar për të parën e Prishtinës, pra për kryeqytetin, ndërsa me të drejtë voti janë mbi 200.000 qytetarë të Prishtinës për të votuar për të parën e komunës, ndërsa do të jenë 260 vetvotime të rregullta ku qytetarët kenë mundësinë për të votuar. Gjatë ditës ka njoftuar dhe KQZ përmes zëdhënësit të saj, pra Valmir Elezi, që janë bërë të gjitha përgatitjet, janë shpërndarë me kohë të gjitha materialet nëpër shkolla dhe gjithçka pritet të jetë gati për nesër, ndërsa shqetësimi vetëm ka të bëjë me ndërhyrjet që kanë bërë Serbia gjatë ditëve të fundit. Kemi parë qytetarë të lashtë të serb që kanë bërë thirrje pra që në komunat që do të garojnë pra të përkrohet lista serbe nga komuniteti serb këtu në Kosovë, me çka ka pasur shqetësime nga autoritetet e Kosovës, ku kanë thënë se ka qenë një ndërhyrje direkte nga Serbia. Pra natyrisht edhe në këtë pasgjedhje kandidati që nuk i siguron 50% të votave, atëherë detyrohet të ketë një raund të dytë, pra ballotazhi mes dy kandidatëve, po fillimisht do të thotë ai që nuk e arrin 50% të votave, atëherë do të ketë edhe një garë për të zgjedhur kryetar i komunës. Ne do të mbulojmë gjithë territorin e Prishtinës së bashku me operator Ronald Golli, ndërsa i ftoj të gjithë qytetarët pra që të mos ndërrojnë kanalin TV1, sepse do të jetë një ditë maratonike dhe do të jemi afër zhvillimeve ku do të informojmë të gjithë qytetarët e Kosovës.